Tregu i punës në vitin 2026 po ndryshon me ritme të shpejta, indikuar nga zhvillimet teknologjike, nevojat ekonomike dhe mungesa e fuqisë punëtore në disa sektor kyç. Profesionet më të privilegjuara lidhen kryesisht me financën, teknologjinë e informacionit dhe kujdesin shëndetësor, ku aftësitë e specializuara vlerësohen gjithnjë e më shumë. Sektori i teknologjisë e informacionit mbetet ndër më të kërkuarit, veçanërisht për inxhinierë softwaresh, specialistë të sigurisë kibernetike dhe ekspertë të inteligjencës artificiale. Në Shqipëri pagat për inxhinierët e IT-s variojnë nga 1.000 deri 2.000 euro në muaj, duke bërë këtë fushë shumë tërheqëse për shumë të rinj të kualifikuar. Paralelisht, tregu ka nevojë të madhe për punëtor ndërtimi dhe zanate teknike si elektricist, mekanik dhe hidraulik. Pagat në ndërtim luhaten nga 700 deri 900 euro në muaj, ndërsa mungesa e fuqisë punëtore mbetet një problem i vazhdueshëm. Një rol të rëndësishëm vazhdon të ketë edhe turizmi dhe mikpritja, sektori etik për ekonominë shqiptare. Kamarierët paguhen rreth 800 deri 1.000 euro në muaj, ndërsa shefat e kuzhinës mund të arrijnë deri në 1.200 euro në muaj, sipas të dhënave të publikuara nga media ekonomike dhe tregu i punës. Sipas analizave të fundit, përveç profesionit, gjithnjë më shumë rëndësi po marrin aftësitë digjitale, teknike dhe ndërpersonale, si komunikimi, fleksibiliteti dhe aftësia për të përshtatur. Sektorët bazë si ndërtimi dhe turizmi do të vazhdojnë të kenë kërkesë të lartë, ndërsa profesionistët që investojnë në aftësi të reja do të kenë avantazh të dukshëm në tregun e punës të vitit 2026. Ta diskutoj pak me Arber Xhihani si ekspert i punësimit. Mirë se vjen Arber Knesi. Profesionet më të kërkuara për 2026, në tregu i punës se ku po shkon. Ai, në fakt kishte në material, kishim teknologjinë, financat, informacionin, pra kujdesi shëndetësor. Paka shumë. Në fakt, teknologjia dhe telekomunikacione janë dy drejtime të cilët globalisht tashmë janë trend. Pra në çdo vend ka një kërkesë të shtuar, pikërisht për këto specializime dhe e njëjta, le të themi, njëjti efekt është dhënë dhe në tregun e punës në Shqipëri, sidomos me ndryshimet e reja të teknologjisë dhe tashmë zhvillimet e inteligjencës artificiale që po prekim pothuajse çdo fushë të ekonomisë apo qoftë edhe pozicione pune të thjeshta. Normalisht referuar dhe le të themi sistemi ton të ekonomisë dhe sektorët e zhvilluar ka nevojë për njohës të mirë të financave apo edhe të ekonomisë të, le të themi, me eksperiencë, pasi po bëhet gjithmonë më e vështirë për të pasur njerëz të cilët realisht kanë aftësi të themi të spikatura për çdo fushë apo drejtim. Pra, po kemi të rinj të cilët kanë një njohuri bazike apo të përgjithshme shumë të zhvilluar, krahasimisht me brezat e mëparshëm, por po çalojnë deri diku në ato specializimet në specializimet e tyre. Pra, në komunikim ti mendon që kanë ndryshuar, ka një përmirësim, por ama tek specializimet e tyre. Pikërisht, aty pastaj po pse ndodh kjo? Shiko, dëgjova edhe një studim ndërkombëtar i cili studion të ndryshimet midis brezave dhe ishte pikërisht brezi i fundit para Gen Z-ja që për shkak të zhvillimit të shpejtë të teknologjisë dhe qëndrimit në një kohë shumë të gjatë përpara teknologjisë, tashmë po e humb atë aftësinë personale apo zhvillimin personal të tyre dhe pavarësisht se po shpenzojnë më shumë kohë në shkolla, po marrin shumë më pak njohuri dhe po presin më shumë gjëra të gatshme nga teknologjia, ndryshe nga brezat e mëparshëm si millennials. Pra një brez më pasiv. Pikërisht, pra cilësia po bie pavarësisht se koha kemi në një brez i cili ka një informacion të përgjithshëm më të mirë. Po, pikërisht, kjo ishte në baza të përgjithshme, teknologjia ka atë, le të themi, ndikimin e vet në zhvillimin e njohurive dhe praktikisht fëmijët apo të rinj tashmë po lindin të ditur apo të përgatitur në disa element bazik për sa i përket fushës së teknologjisë. Por më pas duket që nuk ka një interes shumë të shtuar për të vazhduar apo për të marrë një specializim apo për të spikatur në çdo drejtim të jetës apo të zhvillimeve profesionale dhe personale. E shikojmë pak edhe në tregun e brendshëm, pra në tregun e punës. Kemi ne për shembull kërkesa për punësim në Tiranë? Me patjetër. Që nuk i plotësojnë dot, që nuk janë ende të plotësuara, që mund të kenë kompani, që mund të kenë kohë që kërkojnë? Me patjetër. Pothuajse në çdo fushë, mjafton të hyjnë në websajtet e zyrave të punës dhe ka vende vakante të cilët qëndrojnë aty për një kohë të gjatë pasi pikërisht nuk arrin të plotësojnë nevojat e tyre si burime njerëzore.
Ka pasur investime të shtuar edhe për sa i përket sektorit të teknologjisë dhe IT-s, ku kemi zhvillime të reja për sa i përket sigurisë kibernetike apo edhe zhvillimeve të softwareve, të cilët duan të rinj apo persona të përgatitur në këto fusha dhe shpeshherë tashmë në tregun shqiptar po bëhet e vështirë për të përthithur apo për të joshur dhe gjithashtu për të garantuar një punësim të qëndrueshëm të rinjve për të pasur edhe një organizim sa më të mirë të ndërmarrjeve apo atyre investimeve të huaja. Po shikoj disa prej pozicioneve që ndërkohë dhe mund të hapa një faqe e cila është edhe ndër më të njohurat kur vjen puna për punësimin. Dhe isha pikërisht këtu tek punët të cilët po klikoj punët nga shtëpia. Punët nga shtëpia besoj kryesisht janë në profilin e IT-s. Po punë nga shtëpia kontabilist, ja për shumë, na e theu, inxhinier full stack pra në IT, Salesforce pra në shitje. Shiko, dhe kontabilistët tashmë po punojnë në disa platforma apo në disa software të cilët duan me patjetër një formim të përgjithshëm për sa i përket edhe IT-s. Dhe ishte pikërisht edhe diskutimi që po bënim pak më parë, i cili po mungon ai formimi, le të themi, në disa informacione të përgjithshme për sa i përket çdo zhvillimi të ri të çdo sipërmarrje apo të çdo sektori ekonomie. Pra, nuk mundet që të mbetemi në ato kontabilist apo ekonomist të njëjtë si para 10 viteve. Pra, janë zhvilluar dhe sistemet e regjistrimit të dhënave financiare të tjera. Kanë ditë sepse ato po shikoj edhe publikimet, 15 ditë, 16 ditë, 17 ditë, 19 ditë, pra pozicione pune që vazhdojnë ende të jenë vakante edhe pasi kohë të caktuar. Kjo tregon një vështirësi të tregut të punës për të përmbushur për sa i përket kërkesës dhe ofertës, pra çalon, le të themi, ofertat e cila mundësohet në treg dhe nuk përputhet realisht me ato çfarë kërkojnë sipërmarrjet apo nismat e reja në Shqipëri. A është Shqipëria një vend i cili ofron vende pune për të rinjt? Në fakt, shikohet që të rinjt e sotëm kanë pak atë shpirtin e sipërmarrjes, pra i pëlqen të jenë të pavarur, nuk duan të jenë e punësim afatgjat apo të qëndrueshëm dhe mendoj se nëpërmjet startupeve apo edhe disa incentive financiare të mundësuar nga institucionet është bërë mundur që shumë të rinj të eksperimentojnë apo të sprovojnë dhe veten për sa i përket shpirtit të tyre sipërmarrjes. Dhe rikthehemi sërish tek startupet, pjesa më e madhe e aplikimeve apo edhe atyre iniciativave i lidhen me fushën e IT-s dhe telekomunikacionit. Pra, duket sikur të rinjt tashmë po ndjekin një rrymë apo një trend i cili afektohet dhe nga zhvillimet ndërkombëtare, por nuk ka një larmishmëri për sa i përket dëshirës së të rinjve për të studiuar apo për të angazhuar në disa drejtime të veçanta që mund edhe t'i garantojnë një punësim të menjëhershëm në treg. Kjo pra, për ide e biznesit, Shqipëria nuk është një vend komod. Por ama është një vend komod Shqipëria? Jo, me patjetër që është një vend komod. Është një vend komod Shqipëria për startupe? Është, sepse ka pasur shumë... Po ne shumicën e startupeve i kemi të pahedhura në treg. Domethënë, ka startupe ide që janë të krijuara, po nuk janë të hedhura në treg. Por, problemi është pasaj në ecurinë e startupeve sa të përgatitur janë për të zhvilluar startupet. Nuk është se ka pasur një bësh një ide në Amerikë, të vinë direkt kompanitë e mëdha të blejnë idenë. Ne po flasim për ekosistemin që kemi në Shqipëri, nuk mund të bëjmë... Po, bëj krahasime në vende të tjera. E të pyes për këtë sepse, në fakt, kur kam patur të ftuar të cilët kanë folur për konceptet e para të biznesit apo të startupeve, ata gjithmonë e komentojnë si vështirësi. Pra shohin me vështirësi, sepse këtu janë gjithmonë të varur o nga shteti, kur them nga shteti, nga fondet e shtetit, o nga fondet e organizatave, derisa të hedhin atë biznesin e tyre në treg. Dhe nuk po flas për startupe lokale, pra kur flas lokale, bare, po flas startupe IT. Mundet fare mirë që nëpërmjet aplikimeve edhe jashtë kufive të Shqipërisë ato të marrin financime dhe të investohen dhe në Shqipëri. Po mirë, ti thua që Shqipëria është mirë për të jetuar, pra. Tani duhet bëjmë një barazi me fjalë të le të themi atyre çfarë të ofron si kushte për të zhvilluar biznesin tënd dhe normalisht dhe një shqiptar i cili jeton në Shqipëri është më komod dhe është më, le të themi, më i përkrau apo më i mbështetur, qoftë nga familja, apo qoftë edhe nga, le të themi, të afërm të cilët mundet të investojnë përsa i përket startupeve. Por të mos mbetemi vetëm tek startupet, pasi normalisht që ka dhe iniciativat të tjerë pikërisht
për ato profesione që u përmendën dhe në hyrje të rubrikës, si elektriqis, hidraulik dhe tjerë, të cilët realisht po ka një thirrje dhe një le të themi joshje shumë të madhe për sa i përket të rinjve për të vazhduar këto formime profesionale për shkak të nevojave të shtuara dhe vakancave të mëdha që ka aktualisht tregu i punës. Dhe po flasim për drejtimet të cilët i mundsojnë të rive jo vetëm një zhvillim profesional në Shqipëri, por edhe për te kufive, pasi shpesh herë të rinë bën një balans midis mundësive që kanë në anë të studimit apo formimit të tyre profesional për të qëndruar në Shqipëri apo për të eksperimentuar edhe jashtë kufive të Shqipërisë në vendet të Bashkimit Evropian. Për të moshuarit, tani kur them të moshuarit, se nuk duhet të them, se sot të moshuarit mosha e tyre... Po me një jetje shumë të madhe për punë. Me një jetje shumë të madhe për punë, se edhe këtu duhet të ndalem. Sipas statistikave kemi mbi 120.000 pensionistë të cilët janë rikthyer marrëdhënieve të punësimit. Mbi 120.000? Wow, goxha që kanë. Po. Janë normalisht për nevojë ekonomike apo për të mbajtur veten edhe trupin e tyre gjallë apo? Jo, mendoj se është një ndërthurje, me patjetër që është dhe nevojë ekonomike, kush nuk mundet që të suportojë jetesën me pensionet e tjerë, por mendoj se është edhe një nevojë e tregut të punës i cili duke u përballur me largimet e të rinjve dhe me mungesa stafi apo problematika në plotësimin e burimeve njerëzore, janë bazuar sërish në atë eksperiencën e këtyre personave të cilët kanë një eksperiencë profesionale dhe janë të gatshëm, ndoshta jo me kohë të plot apo të dedikohen plotësisht punësimit, por mundet që disa shërbime apo disa informacione bazike t'ja mundsojnë sipërmarrjes. Po mirë, kjo është gjë e mirë. A mundet kemi ne vullnetarizëm për shumë një brez i cili shkon në vullnetarizëm edhe pse në pension? U bë një përpjekje jo me policën në mos gaboj? Polici i lagjes... Duket që po eksperimentohet sepse janë disa iniciativa që janë huazuar edhe nga vendet europiane, por nuk e shikoj si shumë të mundur këtë, për shkak edhe se realisht mosha e tretë e cila don të rikthehet punës, shpesher nuk e bën nga pasioni apo nga dëshira e madhe, por nga nevoja reale që mund të ketë edhe për disa të ardhura shtesë. Mirë, faleminderit Arbër që e bëm këtë bisedë bashkë. Faleminderit juve. Knajsi, diskutuam pak pikërisht për këtë tregun e punës, orientimin, po edhe ato profesionet që ishin më të preferuar, ato të cilat janë më të paguarat, se më të preferuarët pastaj në njëherë mund të bësh edhe punën që se do. Jo të gjithë e kanë atë pasion që të bëjnë punën që duan. Unë do të shkoj në pak sekonda publicitet dhe pas pak do ta mbyll programin me bisedën për vendimin e fundit që ka marrë presidenti Macron në Francë, ku do të mbyllen rrjetet sociale për moshën nën 15 vjeç. Pra, tashmë do të mbyllen, bëhet fjalë për mbi 4 milion llogari të mbyllura që janë në një shifër rekord, dhe ta diskutoj edhe me të ftuarit këtu.